Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shfrytzoi mbledhjen e grupit parlamentar për të lajmëruar se aksioni i opozitës në kuvend do të fokusohet tek betejë kundër oligopoleve. Sipas Berishës, oligopolet janë sot problemi më i madh në tregun shqiptar. Me të drejtë jemi ndalur tek oligopoli i hidrokarburëve, i naftës, por në tregun shqiptar nuk është ky i vetmi oligopol. Oligopol në tregun shqiptar është dhe kafshata. Oligopol është sheqeri, është mishi. Oligopolet janë mumuthët e tregut. Sipas Berishës, oligopolet janë arsyeja pse shqiptarët paguajnë sot më shtrenjtë, jo vetëm nafton, por edhe ushqimet. Pse rritën çmimet në Shqipëri si në asnjë vend tjetër? Pse Shqipëria me fuqinë blerëse më të ulët në rajon ka çmime më të larta se mesatarja e Bashkimit Evropian? Aktualisht problem madhor është nafta, se është impreft, por po kaq problem është kafshata, sheqeri, orizi, mishi, të gjitha këto janë oligopole. Berisha deklaroi se këto biznese imponohen qeverisë në kurizë të qytetarëve. Oligopolet në Shqipëri nga një analizë arrin një veprimtari antitreg, antiqytetar. Kjo sepse peshojnë në kandar dhe blejnë me lecka nga Edi Rama e poshtë. Në mbledhjen e grupit, kryetari PD-s shpjegoi se kjo betejë nuk është kundër biznesit, por opozita do të bëjë gjithçka që të mbrojë qytetarët.